Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Mjeku me urdhër të prerë, ja ushqimet që duhet të hanë burrat për të jetuar sa më gjatë. Ushqimi është një proces sa i nevojshëm dhe më i kënaqshëm për çdo njeri. Me anë të ushqimit përveç shijes së mirë që përfitohet, dhurohen edhe shumë vitamina dhe minerale që i duhen trupit. Megjithatë, të gjithë njerëzit duhet të ushqehen shëndetshëm dhe me kujdes, ndër vitaminat më të mira për burrat ekspertët specifikojnë në disa ushqime të veçanta. Sipas ekspertëve, 9 në 10 burra në botë nuk marrin dozën e duhur të perimeve në dietën e tyre. Në këtë video, sipas health.com, do të listojmë disa nga ushqimet të cilat ndihmojnë në shëndetin e mirë tek burrat në çdo moshë. Spinaçi. Një dietë e shëndetshme përfshin të paktën 5 perime të freskëta në ditë. Në shumicën e dietave rekomandohet konsumi perimeve jeshile si spinaçi, lakra ose sallata të ndryshme. Spinaçi përmban oksid natriumi i cili ndihmon në qarkullimin më të mirë të gjakut. Bajamet. Bajamet janë një burim i mirë i magnezit i cili ndihmon në rritjen e hormoneve të testosteronit tek burrat. Gjithashtu bajamet ndihmojnë edhe në mbajtjen e formimit të mirë të muskujve. Ndihmojnë në funksionin e mirë të nervave, zemrës dhe tenëve të gjakut. Kosi. Njësoj si gratë dhe burrat janë më të rrezikuar nga sëmundjet e kockave si osteoporoza. Ndaj konsumi i kosit ose qumshtit do të ndihmojë në shëndetin e kockave dhe është shumë i rëndësishëm. Mjafton jo më shumë se 80 gram në ditë për një trup të shëndetshëm dhe pa probleme. Domatet. Domatet janë të pasur me likopen dhe ndër antioksidantët më të mirë në shëndetin e organizmit. Këta antioksidantë sipas mjekëve kanë treguar se mbrojnë muskujt nga sëmundjet e prostatës. Patate. Karbohidratet që përmbajnë patatet janë shumë të vlefshme në shëndetin e mirë të burrave teksa mosha kalon. Ideja e të hequrit të rësisht nga dieta e përditshme e tyre në mënyrë të dobishme është e gabuar. Konsumoni më shumë patate të ziera ose të furrës në mënyrë që të përfitoni nga karbohidratet e shëndetshme. Të pasur me kalium më shumë se bananet dhe vitaminën C, patatet janë një burim i shkëlqyer i energjisë. Shalqini. Njëjtë si domatet edhe shalqini përmban likopen që parandalon sëmundjet e problemeve të prostatës. Konsiderohet si një super ushqim nga mjekët pasi përmban edhe më shumë ujë që nxjerr toksinat nga organizmi. Ndaj duhet ta pasuroni dietën tuaj me sa më shumë produkte të tilla, të cilat do të ndikojnë pozitivisht në shëndetin tuaj. Mund të duket se trupat tani janë mjaft të ngjashëm dhe funksionojnë në mënyrë të ngjashme, por ka disa dallime midis trupit të mashkullit dhe asaj të femrës. Për shkak të këtyre dallimeve, meshkujt mund të kenë nevojë për disa lëndë ushqyese thelbësore. Kjo është më e rëndësishme sidomos me moshën. Moshat e vjetra bëjnë që të humbasin disa lëndë ushqyese, gjë që i bën njerëzit më të prirur ndaj sëmundjeve. Në këtë video do të listojmë disa nga ushqimet thelbësore që meshkujt duhet të kenë parasysh. Vitamina D. Vitamina D është e nevojshme në parandalimin e problemeve, shëndetin e kockave, sistemin nervor dhe gjithashtu në imunitet. Trupi tek meshkujt ndonjëherë i mungon kjo vitaminë, sepse është e vështirë që të thithet vitamina përmes ushqimit. Mënyra më e sigurt e vitaminës D është duke marrë suplementin e vitaminës D dhe të hani mjaft ushqime të pasura me këtë vitaminë. Ushqimet e pasura me fibra gjithashtu janë shumë të rëndësishme për shëndetin e meshkujve. Fibra është një tjetër lëndë ushqyese thelbësore. Ajo funksionon edhe në uljen e rrezikut të problemeve të zorrës së trashë në sëmundjet të zemrës për meshkujt. Acidet yndyrore omega 3. Burrat duhet të sigurohen të konsumojnë mjaft acide yndyrore omega 3. Ato janë thelbësore pasi trupi ynë nuk mund të prodhojë vetë të lëndë ushqyese. E gjitha varet nga dieta që ndjekin njerëzit. Ushqimet e pasura me kalium. Kaliumi është një lëndë ushqyese që ndihmon në rregullimin e presionit të gjakut, zvogëlon rrezikun e sëmundjeve në zemër dhe kontrollon tkurrjen dhe relaksimin e muskujve. Meshkujt janë veçanërisht të prirur ndaj këtyre problemeve shëndetësore. Vitamina B. Vitamina B ndihmon në rritjen e energjisë. Meshkujt gjithashtu duhet të sigurohen që të konsumojnë mjaftueshëm vitaminë B ose nëpërmjet suplementeve ose ushqimit. Niveli i vitaminës B gjithashtu mund të ulet me moshën. Ndaj duhet të jeni më të kujdesshëm atë që shtoni në dietën tuaj. Sipas Fondacionit Britanik të Ushqyerjes, burrat mbi moshën 50 vjeç kanë prirje të kenë metabolizëm më të ngadaltë se ata të
moshës 20 vjeç. Atyre do ju duhet më pak kalori për të qëndruar në formë më të mirë. Është rritur numri i personave që kanë një numër të problemeve përfshirë këtu: presion të lartë të gjakut, sëmundje të zemrës, diabet dhe probleme të prostatës. Përkundër se asnjë nga këto sëmundje nuk është e pashmangshme, mënyra e të jetuarit dhe dieta bëjnë ndryshime të rëndësishme. Sipas ekspertëve, këto ushqime ndihmojnë në të përmirësoni shëndetin tuaj, sidomos pas moshës 50 vjeçare. Peshku i ndyrshëm, vezët, avokadot, boronicat dhe dredhzat, bajamet dhe arrat dhe rrepat janë ushqimet më të mira të cilat duhet të jenë pjesë të dietave tuaja të përgjithshme. Duke ditur edhe rëndësinë që ato ofrojnë në shëndetin tuaj, do të kthehen në një nga zgjidhjet më të mira të mbrojtjes së imunitetit. Nëse jeni mbi 50 vjeç, me siguri keni vënë re se ushqimi ju ndikon jo pak ndryshe se kur ishit më të rinj. Me kalimin e moshës nevojat ushqyese ndryshojnë dhe shprehja, ju jeni ajo që hani bëhet më e rëndësishme se kur. Gratë shohin se nivelet e estrogjenit bien me menopauzën, që çon gjithashtu në uljen e masës kockore dhe një nevojë në rritje për ushqime të pasur me kalcium që ndihmojnë në parandalimin e osteoporozës. Dhe si gratë ashtu dhe burrat, trupat humbasin aftësinë për të prodhuar insulin duke çuar në çekuilibrin e sheqerit në gjak dhe zhvillimin e mundshëm të diabetit të tipit 2. Metabolizmi ngadalësohet gjithashtu veçanërisht pas moshës 60 vjeçare, që do të thotë se ushqimet me kalori kanë më shumë gjasa të shkaktojnë shtim në peshë. Dietologët sugjerojnë që njerëzit mbi 50 vjeç duhet të marrin këto ushqime në dyqanet ushqimore. Erëzat si majdanoz, shafran ose rozmarin. Për shkak se kripa mund të kontribuojë në presion të lartë të gjakut, doktoresh Nina Blackman, një mjeke në New York, sugjeron kufizimin e kripës sa më shumë që të jetë e mundur. Në vend të kripës, rekomandohet të shtoni ushqime me erëza në dietën tuaj. Fasulet. Sipas nutricionistes Tara Tomaino, fasulet janë një mundësi e shkëlqyer për njerëzit mbi 50 vjeç. Fasulet janë një burim i shkëlqyer i fibrave, proteinave me bazë bimore. Fibrat janë lëndë ushqyese kryesore për shëndetin e zemrës, menaxhimin e sheqerit dhe kontrollin e peshës. Gjiza me pak yndyrë. Në rast se nuk keni dëgjuar, gjiza po bën një rikthim të madh. Citon Tomaino, është një opsion i shkëlqyer për njerëzit mbi 50 vjeç. Ky ushqim proteinik është një zgjidhje e shkëlqyer për çdo vakt të ditës. Zarzavatet me gjethe jeshile. Zgjidhni nga zarzavatet tuaja të preferuara ato me gjethe, si spinaqi, lakra jeshile, madje dhe brokoli. Këto perime janë të larta në fibër, hekur dhe magnez, kalium dhe kalcium, të cilat janë në të gjitha vendimtare për shëndetin e zemrës. Zarzavatet me gjethe janë gjithashtu të ulta në karbohidrate dhe kalori, duke i bërë ato një shtesë të shkëlqyer për dietën, nëse po përpiqeni të menaxhoni peshën ose dhe sheqerin në gjak. Frutat e pyllit. Të gjitha llojet e manave, duke përfshirë luleshtrydhet, boronicat dhe manaferat, janë të mbushura me përfitime shëndetësore për njerëzit mbi 50 vjeç. Ato janë të pasur me antioksidantë, të cilët ndihmojnë në zbutjen e inflamacionit dhe japin trupit vetitë e mira. Salmoni. Salmoni është një ushqim kryesor për njerëzit mbi 50 vjeç për shkak të përmbajtjes së omegës 3, citon Tomaino. Frutat e thata. Bajamet, arrat, farat e lirinit dhe farat janë të pasura gjithashtu edhe me ushqyes thelbësor. Ato mund të ndihmojnë në ruajtjen e niveleve të kolesterolit të shëndetshëm, gjithashtu edhe në ofrimin më të mirë të proteinave me bazë bimore. Quinoa dhe orizi i kaf. Dritrat integrale janë një tjetër mundësi e shkëlqyer për personat mbi moshën 50 vjeç. Quinoa, orizi i kaf, gruri dhe tërshëra janë të pasur me fibër dhe karbohidrate komplekse. Ato sigurojnë energji të qëndrueshme, ndihmojnë në tretje dhe ndihmojnë në rregullimin e niveleve të sheqerit, duke reduktuar rrezikun e zhvillimit të sëmundjeve metabolike, citoi ekspertja. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet të mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë tu.